Faleminderit të gjithëve që keni ardhur këtu sot, edhe Blertës që u kthye në shtëpi sot për të prezantuar. Shumë faleminderit dhe uroj shumë që të keni kaluar mirë sot, të vazhdojmë, të provojmë tavën e kosit, të provojmë gatimet tradicionale në fakt që janë këtu, por kemi edhe një pjesë aty ku mësohet se si gatuhet tava e kosit. Kështu që për gjithë ato që sot kanë ardhur dhe janë kurioz, e kanë sot se çfarë të shohin dhe të mësojnë në Elbasan. Do të kemi aktivitete të tjera të tilla në Elbasan për të promovuar edhe gatimet e tjera, ashtu siç kemi tavën me pestil, ashtu siç kemi tavën me kumlla, patjetër kur të jetë vorbël, e thot Mjeshtri Naim Bashmili për t'i promovuar ato dhe për të bërë festa të ndryshme. Shumë faleminderit edhe. Shumë faleminderit që keni ardhur. Duhet t'ja jap fjalën përshëndesin edhe deputetet tona, Evisin, zyshën ton, Sarën, mikën ton të mirë Aulonën për një fjalë përshëndetse. Mirëmbrëma të gjithëve, siç e dini,